mbrëma publiku, faleminderit që keni ardhur, dorë të kiti për gjithë edhe për ty Lali që po pi. Bravo, faleminderit gjithë, respekte për juve, faleminderit të dashur shqiptar që po na shikoni nga ekrani. Faleminderit orkestra, faleminderit e Redi Treni, më ka quajtur super mesar, sot je më i mirë e rrov zemra puç të gusha. Por falendrimi special shkon për atë që më dha këtë hapësirë, më të madhin, më të mirën e Top Channelit. Manushin, shpirti vogël, je tipa imi në zemra. Tani, zonja zotri e di që ju e pristi, sepse sonte kemi të ftuar atë shushkën. Po, shushkën e Big Brotherit. Kryefjala e këtij edicioni. Vjen ajo që s'la gjë pa i bërë vetës dhe shqyqyr zuri mënd në fund. Vjen ajo, këngëtarja e Big Brotherit, zëri i bukur. Vjen ajo që të paktën nga të paktët njerëz që dinte të fliste tamam në prime. Vjen ajo goca e hallës të Arnold Schwarzeneggerit. Vjen ajo Queeni që i ka humbur Pini. Vjen ajo motra e Dragon Ballit. Vjen ajo Iglitako! Publiku më i bukur në botë. Është shumë kënaqësi të jem këtu me ju sonte. Avar se u shkrit, avar si kur kush erdhi, aman. Ullu zemra. Çfarë problemi ke me publikun ti? Asnjë Gjë gjë. me mua, po dhe me publikun? Po s'kam gjëmi, më thjesht po them. Si e, mirë se erdhe. Mirë jam, ti si e? Mirë zemra, rrofsh. Për çfarë bërtisje javën e kaluar nga ekrani? Si bërtisa? Po mora veshin ke bërtitur, ke... Po mirë, morën në telefon, ti mua korreve. Ashtu, a? Po më do broj vetën, apo qatë bëj? Po me ju gazetarë do merrem gjithë jetën unë? Si? Po me këto dë bërtiturat tuaja, me këto shpifjet tuaja do merrem unë gjithë jetën Me tani? shpifjet e? Shpifjet e portaleve? E po shpif, po edhe ti, pjesë e gazetarisë je minion. Po të shpun kam unë me që të bëjnë portalet me burra ty. Po mirë atje brënda, të gjithë shokët që kisha mi bët për burra, po edhe jashtë nuk po mblini rehat, ha? Po mirë, mos e bëni më me burra, ore, se edhe këto burrat kanë gra. Po lini burrat me gratë e veta në shtëpi edhe mua me këtë burrin në tentativë që kam, kështu që? Me këtë burrin tentativ që ke? Mraf pika. Mirë se erdhe, Lali, shqyqyr që erdhe. Mirë se të gjeta? Po. Ha, qa? Ha, qa? Ha, se më bërë si gangsterët në telefon. Kam rënë, minion. Më ka rënë bicepsi fare. Të ka rënë bicepsi? Më raf pika i ka rënë bicepsi. Nja, shive vetë. Po fryje qik, fryje? S'ka më bicepsi. Qyqja... Pas ka rënë qik, me thonë drejtën. Ka rënë. Të ka rënë bicepsi, ama të shtrit Instagrami. Po tani, ca bien, ca ngrien, kështu shkona e mua vetë. Bravo, bravo. Tani, Egli, kalojmë të zona tamam se bollu morë me budallëqe? Hajde. Bravo. Pyetja e parë për ty. Bomb, tum. A bët gjë me gjestin kur dollët? Çfarë ta gjesti ty? Gjesti tha u kry çdo send. Me gjestin u kry çdo send. U kry? U kry çdo send. Qa të themu, shumë bukur. Dhe me që jemi këtu. Po. Ti burrave të martuar për çfarë ju afrohesh ashtu ju? Për qa me afrova? Për qa afrova? Qyqa? Po pra. Po se afrova gjë, pastaj qa burri martuar, ai shpirt i lirë, ma i bën qa doj. Jo, mëra. Po t'ishte burri martuar, se kalon të natën vetëm në hotel ai. Kush ta ty që kaloj natën vetëm ai? Gjesti më im tha vetëm kam kaluar. Ashtu? Po. Mos t'ka gënjur. Se? Ndoshta t'ka gënjur. Se ishit bashkë ju? Jo, s'digjon. Mira, asun s'digjon, s'dori me qiri që shok kemi ma qelësit. A i një bashkë, si një bashkë. Me që jemi ke gjesti, qarë plani keni? A do bëni ndoj këngë bashkë me njëri tjetrin, apo? Dhe nëse do bëni, qëfar titulli doja rasni? Tani, do bëjmë apo nuk do bëjmë këngë bashkë, kjo është akoma duke u parë. Ama titulli është i sigurt. Nëse do ta bëjmë, titulli është i sigurt. E ke gjetë titullin? E kam gjetur titullin. Ha? Mos i hi fellit. Ua, mos i hi fellit. Ua, qëfar titulli, zemra. Edhe, që e ka i titull që të shko ka përshtat ty pak më shumë. Po, atjet refrenin e kam unë, do këndoj gjithë refrenin mos i hi fellit. Po mirë, kalojmë pak të zona e nxehtë për shemb kur ishem Big Brother. Më bëri shumë përshtypje, jo vetëm mua, po u ka bërë dhe tjerëve. Kishe 2 ditë që kishe hyrë në Big Brother. Të vjen mami surprizë, sa të vjen mami ti sikur kishe nuk e njihje fare prindin, e takoje për herë të parë. Po ç'është ky reagimi, ç'a ndodhi?
Shiko, ti nuk e di se si është atje brënda, edhe sa e vështirë është atje brënda dhe sa të merr malli. Por, që ti ta kuptosh, imagjino për shembull të lësh ty 2 ditë pa par manushin. Ore, pëse ma këthe në sunë ti? 2 ditë ti pa manushin. Po pëse ma këthe në sunë, më qa pas e që njëri ti, moj? Po pëse ma këthe në sunë? Po më le 2 ditë, jo 2 ditë, po 2 orë, po ndelja pa par manushin. Unë që mënde, moj, unë bëjmë kisë ti. Jo në naime. Jo në naime, së shazgje, o manushi ime. O manushi ime, o zëmër. Po qarë thua ti, moj? Nise. Të bëj një pyetje, atë ngeli pishman Egli Tako, që si nëzore më shumë mullaqet kur isha aty brënda? Qysha? Unë s'kisha shkuar në Big Brother për nëzirë mullaqet. Për qa kishe shkuar? Kur ishim në pishina, kur ishim me roba banjo, aty ku nëzirën, i kam nëzirë. Unë kisha shkuar për të treguar Eglin e vërtet, mini. E tregove? Mendoj që e tregova. Bravo, pyetja bom për ty, Egli. Hajde. Do i futesh muzikës me kokë tash që dole, apo thjesht do ta kudolisësh si? Minion, unë shuem si një vajzë që i hi fellit. E vërtetës? Shtu që edhe me muzikën atë do bëj, kam për t'i hy fellit. Do i futesh thellë fare? O, thellë fare, me kokë. Me kokë, ore tjetra, merë dhe këshu mask, bombull, gazi, zemra se thellë, kush e di sa shkon. Tani, të gjithë shqiptarët janë kurios për këtë që do pyes tani. Është i pyetje shumë serioze. Egli Tako, ti, çfarë e ke Gokun? Goku është djali halës time. Edhe e dia që e ka në fis. Se që kur na tha atëherë që do bëhem Super Saiyan, e thash do keni lidhje me Gokun, ta se s'bën. Shërit fare kam. Tani, me që jemi këtu, besoj dhe regjia do më ndihmoj. Egli Tako. Çfarë është ajo? Neve si staf kemi bëri mega surprizë. Duke qenë se jeni fis me këta Dragon Ballët, të kemi gjetë një nga 7 sferat e dragojt. Qarë fletë si? Po, ta kemi sjedhur dhurat. Ej! Zemra, edhe 6 copë të duen që të bërë Super Saiyan. Edhe pastaj të në vërtet, jam nivel Super Saiyan. Pastaj e tu fikë, Zemra. Ta shi këto tjera gjej vetë, se ne zdorim kërkojmë sferat e tua. Këto të tjerat? Po, shpirt. Unë tani sa po të dal nga këtu, do t'i futem kërkimit. Po. Edhe mbasi t'i kem bërë të 7, atëherë, you can call me Tako, Goku Tako. Na rënqefi. Aman, o regjia, më silli nja 15 bodyguarda si gjesti, ti kemë kurse kujdiet, na kap në raf kjo. Egli, tani, Zemra, se mos të del gjë. Pa merak. Do bësh një përshëndetje për publiku? Me knajsin më të madhe, jeni publiku shqiptar, jeni publiku më i mirë në botë, edhe jam falenderuse dhe mirënjohëse deri në ditën e fundit për ju. Zonja dhe zotri. Shumë. Faleminderit Egli Tako.